Çdo vit të kam parë që kryeson këto mediat online me tituj me frazat e tua bombastike në lidhje me bombastike si tek Miss Universi, në lidhje me Big Brother. Ç'është ky pasion për të komentuar Big Brother dhe ke marrë ndonjëherë ftesë për të qenë ti konkurrent? E para, unë nuk kam marrë një ftesë për të qenë konkurrent, ma kanë hedhë kështu, se nuk mund të mftoni ndonjë herë. Pse? Po nuk mund të ftosh ti mu në Big Brother, tha turp. Si mund të më ftosh ti mu në Big Brother, me hënjohë në Big Brother. Po unë du bëjt Big Sister, më. Unë bëjt Big Motra, po dush, po qërë me këto Big Brother, më. Ja, nuk mund të mftojnë mu në Big Brother, sepse nuk ka sens, por unë jam producent, kam 1000 punë, ti këtë mjëllë me të mrenë për... Nuk ka sens, me mftuas, ma ka hedhi herë Eduard Griza si me humor, pse nuk dhe vetë. Pa jo që të më kishte guximin me ma thanë hajde në Big Brother, se nuk e perceptoj dot. Unë kam qenë në Big Brother të Bjeta, nuk mund të jem në Big Brother, unë për du bëj Big Sister, nuk kam bëj për Big Brother. Nuk ka sens me mftu mu me konkuru. Eduard Griza me ka të njësi me humor. Unë nuk e këse kam pasion. Më shdashur të shkoj për eksperiencë, por edhe për dashamirësinë që Bjeta Sulo ka ndaj meje. Edhe më ka ftu në emision dhe këna bë ato puntata, kanë qenë interesante. Është e tmerrshme që në media jepet hapësirë lëllë njerëzve për të folë, për bigun, për intervista ndryshme, lëllë panelesh, dhe që njerëz që nuk e kanë as mendësin, as nuk e dinë se çfarë rëndësie ka të dalësh në ekran, ose të frymëzosh dikë, apo të shqetësosh dikë, apo të komunikosh me dikë. Por tu tani janë bë mediat janë shumë popullore dhe populli janë hapë më shumë se duhet. Janë hapë më shumë se duhet, por nuk kam unë në lidhje me atë format. Ai format për mua është i bukur, gjë diku. Po mirë, ai është format interesant, por nuk... Nuk është se ke ndonjë... Nuk të intrigon për të bërë pjesë? Më kështë intrigu kër isha 20 e pak vjeç, kër e bote Rezar Taga, e unë punoja me Bonavitën, e isha drejtor marketingu, e kena qenë sponsor në Big Brother, kam punu me Zefinën, po doja, po unë tash, dhe vitet e para kër kam bërë misë, nuk kam vuemi në revistës, kam vuemi në tim. Ma kupto, nuk është se kam pasu një dëshirë, tash kena dalë në ekran, se na thoshin, na ngatroshin me tjertë. Edhe u desh me dalë në ekran, se se kështë dalë parë. Të ngatrojnë me Petri Bozon dhe me Vera Gërbeckën. Po ti që thoi, njërë thoi jam Petri, njërë thoi jam Vera. Jo, nuk thoi asje, unë thoi jam Eduard Deda, i të shambë një të njëtë në gjëtë në gjashme.